tha që po mbahet në një burg të padrejt. Tashmë nuk e cilësojmë vetëm ne si opinionistë të pavarur, ka dhe qëndrim zyrtar të Shtetë Bashkuara të Amerikës, gjithsesi të përfaqësuesit të Shtetë Bashkuara të Amerikës, të presidentit Trump për konflikte, zoti Richard Grenell, ai ka thënë që ky burg është i padrejt dhe procesin në cilin po mbahet Thaçi duhet të përfundoj sa më shpejt. Janë 5 vite që Hashim Thaçi bashkë me Kadri Veselin, Recep Selimin e Jakub Krasniqin po mbahen në paraburgim si rezultati disa një akt akuze, e cila në fakt përfshin gjithçka tjetër, çdo thashëthem tjetër, çdo pretendim tjetër, post pretendimeve për cilët kishte nisur gjithë afera që ka të bëjë me Thaçin. Pra post shtëpisë së verdhë dhe vrasjeve politike të pas luftës, çdo gjë tjetër është e përfshirë në ata akuzë, por asgjë deri më tash e vërtetueshme. Dhe deri më tash nga kur po ju vije fundi në fakt dëshmitarëve, edhe asgjë e dëshmuar konkretisht. Dikoj në fillim të prillit, prokuroria do të përfundojë me dëshmitarët. Aty legalisht do të përfundojnë arsyet e qëndrimit në paraburgim të mëtutjeshëm të Thaçit dhe të tjerëve, por duke e ditur mënyrën se si po funksionon kjo gjykat, nuk do të jetë befasi që edhe pas përfundimit të dëshmitarëve këta të mbahen ende në paraburgim me arsyetimin se mund të ndikojnë në dëshmitar, që do të ishte në fakt një banalitet juridik kështu me mendu, por nuk mund ta presupozojmë se kur do të ndodhë. Ajo çfarë unë dua